Mirëmbrëma nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Amarildo, kemi një situatë ku të precipituar, nuk e di, u bëm 10 ditë, 12 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve dhe Sali Berisha deklaron që nuk do të njohë zgjedhjet. Unë e shoh një situatë e cila mendon ti që do shkojnë në braktisje të parlamentit? Besoj se ato 6 milionët, siç besoj e kemi thënë përpara, që shkuan nuk shkuan për pastrimin e emrit Saliut, siç e morëm gjithë në atë moment ose siç vazhdo të transmetohet në media. Shkoi për të drejtën që ti të bësh terrorizëm në Shqipëri. Dhe unë mbetem kësaj. Pra, si ma shpjegoj çik? Edhe njëra ato 6 milionët që shkuan në Amerikë, që po investohen diku, nuk shkuan për të pastruar figurën e Saliut. Figura e Saliut nuk pastrohet, sepse është çështje agjenturash. Nuk pastrohet dot, si janë pak në 12 departamente që duhet vendosin unanimisht që mos të shohin me sy. Janë shumë, se nuk është... Donald Trump, ke këto departamente, ka i dosje vetë. Që në qoftë se i kanë ngellë një 3-4 kapituj në është, me këto që thotë. Qoftë se ka lodhe këto 4 kapituj, e hudhin det. Donaldin. është e pa mundur, këtë, bë shumë e thjeshtë, është e pa mundur, kushdo qoftë dhe Donaldi vetë, të bëj non grata dikë. Pse është e pamundur? Sepse ai dikushi mund të jetë shumë i mirë për United States. Dhe ti si Donald, kërcej me një zjesh me grunat, ka kap gruna në i gjo, edhe do me gjithë në ngrada, se që dot. Që ta shpjegoj shumë thjesht fare. Është e pamundur, i duen 12 departamente. Që të firmosin edhe. Ta provojnë. E disa ka nga shqiptarët që janë këtu ke e 11-ta, presin vetëm atë 12 që dalin në ngrata, pra nuk është diçka. Si idiotët e shprejnë, dhe më thëmë, bom pak në kaq kohë që u e hoqi, u se hoqi. Nuk e heq dot. Është e pamundur. Pra këto 6 milion, u dhanë, që të ketë mundësi, dhe kjo është e thjesht, këte e bëjnë, që të ketë mundësi për shembull të japin go ahead, që i thonë, me bloku parlamentin, go ahead me djeg goma, go ahead... Po të bëja dhe, se nga 50 veta që ka një 45 për boksi ka. Po, pra, kjo është që departamenti shtetit, do më disa zëra aty, kjo është më e thjeshta, që do e bëjnë rahat për çdo shtet. Për të prish ato janë vetmit. Do më ne morëm 90-ën dhe menum që këto ndërtojmë, ne harrum që këto ishin për shkatru. Hajtë të thush të me ndërtu është halli mëth. Se s'din. Shtjetër, nuk e din atë. Ta kanë vetëm kompaninë e shkatrimit. Kompania e shkatrimit është po paguhet 6 milion, që inshallah na hudh, thot ai Sala për shembull bashkë me nga është i shtyr, kuptohemi, agjenturat greke, se dhe ai vetë s'ka nga i lutan, edhe mundësisht të bëj sa më shumë çngjyrim të Shqipërisë. Dhe ana emocionale që kapet në popull pastaj, është ajo që po prit se s'po na dalin pensionet, po prit se s'po na dalin dritat. Unë i di fare mirë këto dhe i di më mirë se ato që e thonë. Këtë e fakt. Problemi është që një person që i ka sjell gjithë të pasojë nuk mund të jetë shpëtimi për të sjell prap dritat mrapsh, elektricitetin mrapsh. Pra, nëse i themi prap, si mund të them, Amerikës më ndërhy, nuk e di atë pjesën, është prap 91, apo prap kështu, shesh, asa atë e di, ato specialistë sjell. Kjo është pak a shumë. Pra, s'më çudit fare kjo e Saliut, unë kam shumë besim ke në ata njerëz që po të kuptohemi, ka i deep state i jonë, se kemi fillu dhe ne të krijojmë një deep state,
Po, me të huj, natyrisht që me tonë, që po hedhin parat në për bregdet e ndej këtej, edhe thonë ka dali qikë, se nuk, për shumë këto ishujt Sazanit e këto butallikës e matë dhe tarë, se unë së është njoni që asë, si ka idem, po unë them me ishën Sazanit, hajde bojnë atë investimin që keni për të bërë edhe në aruni këto kufite, këto zhurma që janë nga brënda, nga një terrorist si Saliu. Kishte ardhur Xharat Kushner, bëndri i edit. Po. Shpajti një fjalim edhe ai tha do bëj një projekt fantastik, se mendohet që ka një lloj bllokimi ajo aty. Në fakt në Zvërnec kanë filluar, po njerëzit nuk e dinë ku do investojnë në Zvërnec. Në fakt ai do investojnë në një zonë që s'ka shku njëri deri tash, më kupton? Sepse është si zonë planetore, ajo ka punë kolosale për të bërë. Duen bazamentet njën tjetër, bonifikimi, elektrifikimi, urbanizimi, kënedë më është. Si që thamë me zërë në ato. Po jo ma, në zoj për do ja u lem, se të qohen këta. Si që e thamë kënetat, se në mysë të ajo më shkonja. Po ne e thamë më shumë, po varjet. Po pra, si që thamë ato ajo është. Dikur nga Durrësi në Vlorë shkojmë shpejt në rrugë detare, se kështu bie një 3-4 ditë nga toka. Edhe për fat ai kishte thënë që do investoj, domethënë nuk ishte ndruar mendje nga këto. Do marri një e di kush është poshtërsia këtu kur thonë që ja shiti Sazanin, ai në fakt do bëj Sazani është 2 male, ka për sa ha një fshat turistik. Një mal. Po. Edhe ai se po ta merr tokën, thjesht është investitor, siç kemi qindra investitorë të huaj që vinë këtu edhe blejnë tokën, bëjnë investim. Sala nuk la bashkëtar të vedin pa edhe me 1 euro, po këtu e ka problem tek Kushneri, po e mori Kushneri atë që të ndërtoi aty. Dhe po të shohësh gjithë baxhellat kështu në shitën, e morën Sazanin. Po, dhe nuk flasin. Nuk flasin, jo, e di kush flasin, këta që shkojnë bëjnë pushime në Greqi. Po. Për shumë, unë s'kam dëgjuar grek të thotë që, na e zumë Bregdetin. Po, e vërtet, po, shumë vërtet. Jo, po e thetë marrin për psikopat. Nuk jenë rregull nga trut e kokës. Pikërisht. A s'kam dëgjuar as në një turk që thotë, na zumë Bregdetin. Po ndërtojnë resortën Bregdetit. Turqia me ato resortën mbahet. Shkojnë shqiptarët, resortet e turku shkojnë. Këtu nuk duan të shkojnë. Asnjë Maqedonas. Po. Jo, asnjë Maqedonas që ka një liçen. Po që ka i tuf investimesh ruse, amerikane e tje me bravo. As Malizi. Malizi, bravo. Pa fund investime ruse në 2008-ën, 2009-ën, shkoja shpetën. E di që është interesante me Sazanin? Asi Malazez nuk thoshte po na e blejnë rusët, po na i që ata edhe një bëllë shtet janë, e ke parasysh? Me Sazanin është interesante sepse asnjë suan kur po përdorej si kështu poligon nga British. Trupat speciale. Nga trupat speciale. Ka pe hudh bomba mrena dëng. Edhe di që po mendoja, imagjino mos e japin Kushner. Që ato janë dhe mendotje, ndosin ambientin. Imagjino tani për një moment mos e japim Kushner. Atja japim ati shqit lagjes time, fruta perina. Ja dha oligarkët do thonë, edhe ati. Edhe në që se japin ati, po oligarkët do thonë e japin. Pra nuk është do binë dakord që të japin ati shqicit. Mirë do ishte edhe ati shqicit. Po s'ka lekaj. Po të them edhe ati shqicit po të jepshin, mjafton t'i vesh emri, ja dha oligarkët. Kështu që nuk është se është kena i shansë me fituti kush do me investu ati. Nuk e fiton do të beten me ignorancë nuk e fiton do të është të mesme, por kjo e Kushner, sa i patë një fjali që atë fjali në fakt duhet ta përsërisim pak që ta kuptojnë Kushner. Jo, po ta kisha thënë ti ose unë, kja këta që i lëpihen e Diramës, se kur e lexova unë fjalimin, vizioni ti, vizioni Ramës, më mahniti, më ashtu, bëje folti të ashti, si Kushner, edhe kur të lëshohen. Jo, kur e kam thënë këtu që e ka bërë Rama, se ka bërë PS-ja, më janë sul. Jo më, po natyrisht unë e shoh me sytë e Kushnerit, edhe vetëm fjalia e Kushnerit, ajo në fakt duhet ishte analizu, po thujse në gjithë panelet, në qoftë se të kishim pak trum, sepse një person vizionar që
tërheq, le të themi, në jahtin, edhe jahti kishte emër, tërheq një si Kushner, kuptomi që kalibri është, Te jahti Rothschild. po pra, tregoj që je në një rrugë të mbarë të kësaj rrugë të mbarë të kësaj situate që ndodhet gjithë bota. Pra në rrugën më të mbarë ndoshta se gjithë vendet ballkanike.